Ata ende pa dalë në këtë botë bëhen të famshëm, po kur dalin, çdo dytën ditë shkruhet për ta. E kam fjalën për fëmijët e fytyrave tona publike, të cilët do t'i shohim në një material të përgatitur nga Vlorian Halili, se sa shpenzojnë prindërit e tyre që ata të vishen sa më bukur. Është një trend global që fëmijët e çifteve të famshëm të marrin vëmendje mediatike duke qenë fokus shpesh herë dhe shumë më shumë se sa vetë prindërit së bashku. Shembull marrin fëmijët e çiftit Kanye West dhe Kim Kardashian, apo Blue Ivy e Beyoncé dhe Jay-Z, të cilët gjithmonë janë primar para aparatit fotografik të çdo paparazzi. Tek ne, kjo nuk është aq shumë e shfaqur, por secila fotografi që prindërit e famshëm në trojet tona hedhin në rrjetet sociale të fëmijëve të tyre bëhet lajm. E në krye të listës për këtë pjesë hyn René e Nora Istrefit dhe Robert Berishës, Dan, djali i këngëtares Jonida Maliqi, dhe Blini, i biri i rap artistit Lumi B. Kemi edhe shumë fëmijë të tjerë, por në kategorizimin e këtij materiali janë shpenzimet marramendse të prindërve për një dukje sa më perfekte të vegjelve. Top 3 fëmijët që shpenzojnë. Paratë që ata fitojnë janë të shumta, por edhe harxhimet për të vegjëlit i kanë nëpër masa astronomike. Edhe pse gjatë ato rroba nuk mbesin në trupin e tyre, kjo si pasojë që fëmijët rriten shpejt, por prindërit në hap me modën e urrejnë përsëritjen e veshjeve të njëjta. E ëmbla René, duke pas parasysh këngëtaren Nora Istrefi, detyrimisht që duhet veshur bukur. Të gjithë shohim fotografitë ndërmuaj të Renés dhe vërejmë qartë rroba të markave MNZ. E që në çmim nuk është se kanë kursyer portofolin e prindërve. René, ende 1 vjeçar dhe trupi i saj vazhdimisht ka të veshur brendet si Dior, Burberry, Timberland, Adidas, Zara Kids, e në disa raste të veçanta dhe markat vendore të dizenjatorëve në zë. Këpucët dimërore në këtë fotografi të Renés të brendit Timberland kanë vlerën e 130 eurove, teksa palto e Burberryt arrin vlerën e 507 eurove, apo në çmimin origjinal 425 funte britaneze. Fustani bërë për ditëlindjen e saj, nga marka BKR e dizenjatorës vendore Blerina Klokoqi Rugova i punuar me gur special dhe dantel me fije krimbi, arrin vlerën reale mbi 200 euro. Teksa veshjet e atleteve të Adidas, prindërve të Renés i kanë harxuar nga xhepi për cop $45. Por duke marrë parasysh që e vogla ka shumë llojshmërinë e modeleve të Adidas origjinal, nuk është se kaluan lehtë. Fustani që René kishte veshur në baby shower, pasi erdhi në jetë ishte i markës Christian Dior dhe kushtoi jo më pak se sa 890 euro. Të e marrim një mesatare se sa harxhon një veshje për Renén, duke pas parasysh brendet që ajo vesh, mund të themi që René është fëmijë që pa dilemë vishet shtrejt. Për pozvajzave, do t'ju njoftoj me harxhimet marramendse të mamit Jonida Maliqi për djalin e saj të vetëm, Danin. Këngëtarja njihet për veshjet e saj me trendet e fundit botërore, por dhe djalin e saj nuk është se e lë keq sa i përket kësaj pjese të nevojave njerëzore. Hermes, Kenzo, Burberry, MCM, Adidas janë vetëm disa nga brendet e voglushit që po rritet. Jonida e kursen djalin nga publikimi në rrjetet sociale apo media, por ata që e njohin nga afër e dinë se çfarë vesh Dani i vogël. Të i hedhim një sy se sa bëjnë çmimet e markës Hermes për fëmijë. Wow, o zot! Vetëm një rry për pantallona kalon vlerën e 1000 euro, para mendojeni të tjera gjëra. Kalojmë tek Kenzo, marka e preferuar e nënës së Danit. Ndryshe për të rritur me çmimet e ndryshe për të vegjël. Kenzo është shumë më poshtë se sa Hermes. Ka çmime më të përballueshme, duke nisur nga 50 funte e deri tek 200 funte. Por gjitha varet nga ajo se çfarë zgjedh për të pasur në garderobë. Çanta e markës MCM që shoqëron të voglën e Jonida Maliqit, pothuajse gjithkohës, arrin vlerën në mbi $1000, edhe paraqet shihen tipike të nënës së tij me kërkesat e saj për komfortitetin e markave në zë. E po Dani nuk është i shtrenjtë vetëm këto gjëra. Paltot dimrore klasike të tij nga marka e Burberryt kalojnë vlerën e 400 funteve britaneze.
por ai di të vishet edhe në sport, në brandin e Adidas by Kanye West, apo koleksionin atleteve Yeezy, që për fëmijët kapin vlerën varësisht nga vendi që blihen mbi 400 euro. Ndryshe nga mamit Nora dhe Jonida, baba i famshëm Lumi B, djalin e tij e ka super fashionist dhe nuk heziton që ta shfaq kudo të veshur bukur e në fjalën e fundit me modën. Blini vishet më sport, Adidas, Nike, Zara Kids, Timberland, por ka raste që edhe në markën Givenchy e kemi parë blinin. Koleksioni i atleteve të Kanye West për Adidas ishte i ndarë në 3 seri, e për blinin kishte mjaftueshëm. Edhe pse ishin edicion i limituar, ai posedon të 3 serit nga Adidas Yeezy, që të 3 kushtojnë mbi 400 euro. Teksa modeli i fundit ka raste që në shtete të ndryshme arrin vlerën e mbi 1000 euro, po është i biri i Lumit dhe i Mirandës, të cilët punojnë për t'i mos i munguar asgjë. Atletët dhe veshët e trendeve të fundit të markës Nike Kids i gjen tek blini. Vlerat e tyre janë më për tokë, por gjithmonë në trend dhe i kombinuar me shumë shije. Një veshje e Nike në tërësi arrin të jetë mbi 500 euro, teksa edicioni i limituar i Givenchy for Nike kapi vlerën jo më pak se sa 600 euro, e jo si edicioni zakonshëm i Air Force. Blini vishet gjatë sezonit të ftohtë me Timberland Class Kid, e që në total mund të ka vlerën mbi 600 euro çdo veshje ti. Ti kesh të famshëm prindërit, do të thotë që në të njëjtat ujëra të rritësh edhe vetë. Stili, veshja, paraqitja kanë rëndësi të veçantë sot. Fëmijët e të famshmëve tanë arrin të kenë në trupin e tyre vlera të mëdha veshjesh, fal babait dhe nënës, të cilët punojnë shumicën e kohës që ata të kenë një luks dhe rahati të veçantë.